që i bie. Pra ju jeni të gatshëm me bë kompromise për emrin e presidentit? Shiko, ne kemi qenë të gatshëm me diskutu mbi emra, cilët do të mund kishin qenë propozimet partive politike opozitare, në këtë rast PDK-ja dhe LDK-ja, edhe i kemi lutë vazhdimisht gjatë takimeve që i kemi pas me ta që të propozojnë emra, sepse i kemi parë që vazhdimisht kanë përfundu të qenë refuzus ndaj emrave që i ka pas lëvizja vetëvendosje, dhe me qenë se i kemi pas që s'kemi pas shumë kohë të gjatë, kemi thonë propozoni emra konkret dhe le të flasim rreth atyre emrave në mënyrë që ta gjejmë një emër i cili mund ta marrë mbështetjen edhe tonën, edhe t'juajën, edhe të zgjidhet president me votat e deputetëve në kuvend. Dhe ju e dini që deri më sot, përpos propozimeve të lëvizjes vetëvendosje, ne nuk e kemi në tavolinë asnjë emër që i diskutojmë si propozim potencial qofti PDK-s, qofti LDK-s në këtë rast. Përjashto PDK-n, e cila ka kërku me ia dhënë mundësinë me i propozu të dy kandidatët, që hynë për votim në seancë, por ama me kushtin që emrat me u zbulu vetëm momentin kur ata të prezentohen seancë, pra pak para se ti nënshtrohemi ne procesit të votimit. Në kundër të njomë përpara, sepse s'ka dashur që ne diskutojmë mbi një emër i cili thjesht do të mund të ishte emër konsensual dhe ta zgjidhte krizën e çështjes së presidentit. Pra, lëvizja vetëvendosje ka qenë e gatshme qysh prej takimit të parë që ka pas me përfaqësuesit e dy partive opozitare që të arritë ky emri konsensual. Por të njëjtën gatishmëri nuk e kemi pas prej të dyja subjekteve politike, sepse unë mendoj që ka mungu vullneti politik pikërisht për të shku drejt një emri konsensual, sepse ju e dini që pas disa propozimeve që i ka pas lëvizja vetëvendosje dhe kur ne kemi fillu të kërkojmë prej tyre emra konkret, ata janë tërheq dhe kanë thënë që nuk mendojmë që ja vlen takohemi më me kryeministrin Kurti dhe të flasim për këtë çështje, pra sepse thjesht s'kan pas as gatishmëri dhe as vullnet politik me mbri deri te emri konsensual, sepse unë mendoj që ne do të mund të kishim mbri deri te emri konsensual. Të paktën kjo gatishmëri ka ekzistuar prej lëvizjes vetëvendosje, edhe sigurisht që do të vazhdoj të ekzistojë edhe nëse i rikthehemi edhe një herë pas një vendimi të gjykatës kushtetuese, një 60 ditë të ri, sepse neve do të na duhet të ulemi dhe të flasim mbi një emër konsensual i cili do ta zhbllokonte këtë çështje, sepse Adnani e përmendi pak më herët, ditën kur është shpërnda kuvendi me dekret të presidentës, ka qenë para parë një seancë në kuvend të Republikës për të votu disa marrëveshje ndërkombëtare, pra cilat në vlerë totale i tyre është vlera dikun 121 milion. Edhe tash, pse e thash unë që unë mendoj që është nguti prej anës së presidentës nxjerrja e këtij dekreti, është sepse ju e dini që në 2025 ne kemi pas shpërndarje të kuvendit pas dështimit të dytë për ta zgjedhur kryeministrin e Republikës Kosovës, pra formimin e qeverisë. Dhe presidentja i ka lutë partitë politike që të rikthehen kuvend, ta mbajnë edhe një seancë, edhe të paktën ti votojnë marrëveshje ndërkombëtare, buxhetin, kanë qenë edhe disa çështje të tjera. Kësaj radhe është veprim i ngutshëm prej anës së presidentes, sepse edhe s'është i bazuar në atë çfarë thuhet në kushtetutë, edhe në anën tjetër, domethënë është marrë një vendim që s'përkon fare me detyrën e presidentes. Kështu që ne po besojmë që duhet të ekzistojë vullneti politik, edhe shpresojmë shumë që të paktën gjatë kësaj kohe të kenë reflektu partitë opozitare në mënyrë që kur ti rikthehemi edhe një herë kësaj çështje, ketë vullnet prej tyre. Duni me reflektu edhe ju, jo me reflektu veç partitë opozitare. Duni me reflektu edhe ju. Dhe posaçërisht ju duhet me reflektu, se ju jeni partia që jeni në pushtet, keni fitu 50%, edhe keni përgjegjësinë kryesore. Jo me thonë, ata në të reflektojnë, na s'po reflektojmë, na po kërkojmë me pas të gjitha pozicionet, ata në të reflektojnë. Konsensusi në kupton me reflektu të gjithë, jo vetëm një raport. Konsensusi në kupton marrëvesh para se gjithash, për më mri konsensusi duhet një konsensus mi kriteret. Do të kriteret. Cilat përcaktohen bashkarisht, po besoj pajtohen Çfarë kupton president konsensual? Jo me thonë, kriteri nuk e vendosi kush është president konsensual. S'është ai president konsensual nëse ti ma cakton mu. Do me vendos kriteri. 3-4 vetë, edhe këtu nuk, ky konsensus nuk arrihet me këtë mënyrë shumë ekstra formale. Ju ftojmë në një takim në kuvend ose diku. Ja, do të më unë me folë seriozisht. A dona me zgjedh presidentin, a jo? Që është bëhen këtë punë. Jo, me kështu, jo, kam dërgu letër, jo, jemi taku, nuk bëhen këtu ashtu formalisht. Nëse do me zgjedh presidentin,
edhe mi ofru qytetarëve të vendin një qeverisje efektive, institucion efektive, atëherë duhet me reflektu të gjithë. Duhet me reflektu vetëm një rafal. E para për pjesën e parë që tha dhe Latifi, është vërtet nuk ka pasur, le të themi, krizë kushtetuese në këtë procesin e zgjedhjes së presidentit. Kriza ka filluar në momentin e dekretit, domethënë, në mëngjesin e hershëm të ditës së parë të këtij afati 6 ditor, njëherë pas fillimit të procedurës. Dhe natyrisht do e ka ndërpresi në mënyrë arbitrare përpjekjen e kuvendit dhe të spektrit politik për të zgjedhur një president apo presidente të Republikës. Gjithsesi është politike, le të themi, edhe procesi, edhe konsultimet, edhe domosdoshmëria për konsenzus, dhe pajtohemi që zgjedhja e presidentit imponon kompromis ose konsenzus në mes të partive politike pozitë dhe opozitë. Sepse edhe vetë pozita e presidentit është jashta pushteteve dhe nuk duhet shihet si pjesë e pushtetit, që është e vërteta, roli i presidentit të Republikës me kushtetut i ka, le të themi, mandatin e qartë, me simbolizu unitetin popullor, me garantu funksionimin edhe mos përputhja le të themi e mandatit është sinjal që presidentin duhet ta shohim jashta raportit të pushtetit edhe i funksionimit të institucioneve edhe kur ti mbaron mandatin që vjen. Në anën tjetër, përpjekjet kanë qenë serioze dhe konstruktive nga ana e lëvizjes së dosje. I ka prik këtij procesi të konsultimeve dhe të diskutimeve, edhe duke qenë subjekti më i madh edhe fituesi i bindshëm le të themi i zgjedhjeve të 28 dhjetorit, por unë kam përshtypjen dhe bindjen që nuk mund ta shpjegojmë rrethonën e le të themi ose bllokimit përpjekjes në